Pse po asnjë rezistencë kaq të madhe ky projekt? Prej disa ditësh po zhvillohen protesta tashmë në Tiranë, të cilat janë zhvendosur poshtë zyrës së qeverisë kryeministrit. Kam përshtypjen Andi që ky projekt derdhi, le të themi, atë gotën e fundit, pikën e fundit të ujit, aq sa enough is enough, i thonë një fjalë në anglisht, mjaft është mjaft. Dhe ky popull që deri para pak kohësh konsiderohej si i mefsht, sipas kryeministrit që nuk i ngrihet në thojza, duket se nuk që ka i tillë, pra e paska akoma nervin e protestës, e paska akoma nervin e së drejtës, e paska akoma nervin e asaj që quhet pronë publike, sepse ajo është pronë e gjithë shqiptarëve, nuk është pronë vetëm e një personi apo e disa persone, pavarësisht se kryeministri gjatë gjithë kësaj periudhe kohore është rregull të thotë domethënë që projekti po bëhet në një pronë private. Pra Nard, do ma sqarosh pak këtu përpara se të vazhdosh për sa i përket pronës private dhe publike? Ta shpjegoj në dy fjalë. Shumë e thjeshtë fare është. Aty ka pasur tre problematika. Ka pasur një problematik që për shtetin konsiderohet pothuajse e zgjidhur, e cila rrjedh si një pronë e trashëgueshme, pra një pronë ish pronarëve të vjetër, ku ndër të tjera dhe ndër ta ka qenë pretendues kryesor ka qenë shehu i Kaninës, ose më mirë me thënë beu i Kaninës, po flasim për 100 vite më përpara, Andi, apo ndoshta edhe më tepër se sa aq, përfaqësues ligjore së cilës në vitet e demokracisë, pra në 10-15 vitet e fundit, se kjo histori ka një 15 apo 20 vite që vazhdon, ka qenë një personazh i cili është i njohur për botën televizive, Artur Shehu, i cili jeton në jashtë Shqipërisë, më duket në Miami. Pasardhës i kësaj familje, i Beut Kaninës. Ai pretendon se është pasardhës i kësaj familje. Pra, teorikisht ai ka kërkuar të drejtën e tij si ish trashëgimtar për një hapësirë shumë të madhe pronësore që shkon mbi 150 hektar. Por në ndërkohë, aty ka pasur dhe pretendues të tjerë, të cilët e lidhin kërkesat e tyre me reformën agrare të vitit 1946. Pra janë dhe dy familje të tjera dhe ato pretendojnë domethënë një pronësi të madhe në atë zonë. Po flasim në atë zonën e Nartës dhe deri në Zvërnec, pra gjithë që përfshin edhe aty ku sot është ndërtuar aeroporti i Vlorës. Pra të gjitha të zonën aty. Këta familje nuk është se kanë marrë pronë, nuk është se është njohur pronësia mbi këtë pronë. Në ndërkohë, ka edhe një shumicë të madhe njerëzish, pronarësh, familjar, në dijenin time mund të shkojnë mbi 90 familje, të cilët kanë përfituar pronë sipas ligjit 7501. Që ta kuptojnë shqiptarët. Ajo zonë aty nuk është e gjitha zonë ranore. Ka pasur edhe toka bujqësore. Ligji 7501 ndante vetëm tokat bujqësore. Dhe në vitin 1991, 92, 93, në 91 që u dhanë përdorim, në 93 pastaj qeveria e Berisha nga përdorimi bëri pronar data që nuk kishin qenë ndonjëherë pronar. Pra, ky deficiti i madh i ligjit 7501, po nuk kemi kohë sonde për ta ezaruar atë, do duhet kohë të gjatë. Unë e njoh shumë mirë domosdoshmë si procedurë, por do më mos futem shumë në teknikalitetet aty ligji. Këtu mbi 90 familje kanë marrë pronë, janë ndarë prona, kanë AMTP. AMTP-ja, që se dinë, është akti i marrjes porosit të tokës dhe është baza për të bërë pronar. Në momentin kur ti ke AMTP-n, ke të drejtën pastaj mbrapa që të shkosh dhe ta regjistrosh pronën tënde në hipotekë dhe ta certifikosh atë. Këto 90 e kusur familje, gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, 30 vjeçare, janë munduar që të regjistrojnë pronat e tyre, por kanë hasur një ndek shumë të madh për shkak të vendimeve të gjykatave të cilat kanë dalë në vitin 96, 99, 2008, 2009, 2010, vendime pas vendimesh, ka shumë vendime, të cilat lidhen me vendimet e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit pronave, të cilat në një mënyrë apo në një tjetër i patën kthyer pronën shehujt Kaninës apo dhe ish pronarëve të tjerë. Pra, aty kemi pasur një mbivendosje totale. Nga njëra anë kemi ish pronarë që pretendonin që është prona e tyre, nga ana tjetër kishim pronarët e ligjit 7501, të cilët dhe ata pretendojnë se janë pronat e tyre sepse me ligj kanë marrë. Dhe në Shqipëri prona ose dhurohet
ose të merret me ligj ose trashëgohet, nuk ka mënyrë tjetër për ta marrë provë. Këto 90 familje, po thua që vendim pas vendimit të gjykatave, procedurave tjera me radhë, sot e kësaj dite nuk i kanë të certifikuara, por disponojnë vetëm AMTP-n? Vetëm AMTP-n, po që ta kuptojnë njerëzit, AMTP-ja është baza e regjistrimit një prone. Por nuk do të thotë që e ke të regjistruar. Nëse ti ke AMTP-n, presupozohet që ke 90% të pronës. Okej. Në letra po flas, Okej. Që të kuptojmë drejt atë që për cilin po flasim. Pra, sa duhet drejt apo e pa drejt të duket AMTP-ja si akt procedurial ligjor. Sa duhet drejt e pa drejt, po të them edhe një herë tjetër që ajo ka dalë nga ligji 7501 dhe dikush mund të thotë, "Ore, është prona ime më." Është prona e gjyqit time, ka të gjyqit time, çfarë si e ka? Aty ka një AMTP dhe ai që ka marrë, ai fshatari, le të themi, fermier i zonës, ka gjithë drejtën e Zotit. Por shteti, ky paloshteti jon, i djeshmi dhe i sotmi, asnjëherë nuk e ka njohur të drejtën këtij, pavarësisht se ja ka dhënë AMTP persona në fjalë. Kjo procedurë ka vazhduar me vite të tëra, nuk janë njohur, le të themi fermerët e asaj zone, një pjesë e tyre i kanë punuar ato prona, i kishim me AMTP, i kanë punuar, në ndërkohë nga ana tjetër edhe le të themi Artur Shehu si trashëgimtar i beut të Kaninës ka njohur me vendim gjykate dhe me certifikim një pjesë të konsiderueshme të asaj, por nuk është personi që ta kuptojmë drejt. Artur Shehu nuk është personi që ka pjesë më të madhe të zonës aty. Okay. Unë sot kam nxjerr një status të konfirmuar, shumë të konfirmuar, që aty pronari më i madh i asaj zone, Vjos, Narts, Vërnec, është Banka Credits. Banka Credits, dhe që ta dinë shqiptarët, Banka Credits ka shumë aksionerë, kompani apo individ të ndryshëm të cilët kanë aksione në përqindje të caktuara. Banka Credits sot rezulton që si pronarja më e madhe e asaj zone me 600 hektarë. Pastaj mbrapa me diku te 300 e ca hektar është zoti Bexhet Pacolli, pastaj me 240 hektar në pronësi po flasim, është zoti Vasil Naçi, ja Angra Group, pastaj është zoti Gazmen Demi, Gaz Demi, presidenti i Futboll Klub Partizanit, me diku rreth 180 hektar, dhe është dhe zoti Artur Shehu me 150 hektar dhe ka dhe personazhe të tjerë të cilët kanë shumë herë më pak. Po që se si ka. Ajo që është për të çuditur në një mënyrë apo në një tjetër është se si është e mundur që këta njerëz janë nyshtur me të gjitha mënyrat e mundshme për të shkuar për të blerë prona në atë zonë, duke e ditur që ajo është zonë e mbrojtër, peizazh i kategorisë 5, peizazh i mbrojtur i kategorisë 5, kur me ligj është përcaktuar që ti nuk mund të bësh ndërtime aty, ose më mirë, mund të bësh ndërtime, por në mënyrë rigoroze, specifikisht vetëm ndërtime të atij lloji të cilat janë të pranueshme të tipit për shembull kasolle me kasht, gjëra të vogla dhe nuk mund ta japësh ti për një lloj turizmi elitar. Pyetja që unë kam ngritur sot aty dhe mbyll këtu, lutem se zuat zgjatem, është fakti, po mirë ma zotërin, si është e mundur domethënë që këta e dinë shumë mirë që aty nuk mund ndërtohet. Mbas ligjit po flasim, ha? Si është e mundur që këta pra shkojnë ta oligarkët, po i quaj oligarkë në thonjza, se s'më takon mua ta them se a janë apo nuk janë tillë, gjithkush ka drejtën e vet të bëj biznes në këtë vend dhe gjithandej, shkojnë dhe blejnë prona në atë zonë ku ata e dinë shumë që me ligj nuk mund ndërtojnë. E pra nuk që ka kështu historia, sepse këta njerëz sipas kanë blerë gjatë gjithë këtyre viteve dhe në vitin 2024 Andi, ne kemi një ndryshim të ligjit për zonat e mbrojtura. Mos ma sqaro tani se dua ta bëj pyetje, sepse dua ta kuptoj pak më gjatë atë. Nart, faleminderit shumë për të shpjegim deri tani. Tani, Karanja, përpara se unë në fakt të kaloj tek një pyetje tek ju, a mund të dëgjojmë së bashku një deklarim të kryeministrit Edi Rama sot, i cili ka folur për çështjen që SPAK, pra prokuroria e posaçme SPAK, ka një hetim të mirëfillt pikërisht për çështjen e pronave, pati dhe një bllokim të llogarive të dy vëllezërve të cilët janë investitor, pra vëllezërve nga Katari, po ashtu edhe një bllokim të llogarisë Artur Shehut, personi i cili disponon një pjesë të pronave aty, sipas asaj çfarë kemi lexuar dhe dëgjuar, por të dëgjojmë kryeministrin se çfarë thotë dhe rikthehemi për diskutim. Ndërkohë që nga ana tjetër, unë konsideroj po ashtu shumë pozitive që SPAK-u ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi,
për të cilin ka një proces hetimor. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor, sepse tani më çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut, dhe në të dyja rastet rezultati do të jetë një rezultat i padiskutueshëm nga pikpamja ligjore, ndërsa nga pikpamja e pretendimeve do t'i jap fund çdo spekulimi, çdo manipulimi, çdo pretendimi që nuk është i bazuar në ligj. Karanja, si që dëgjuam kryeministri thotë që në të dyja rastet, në varësi të hetimit të SPAK për çështjen e pronave, rezultati do të jetë pozitiv. Tani çfarë kuptojmë ne këtë? Nëse SPAK për shembull do të konstatojë shkelje ligjore me çështjen e pronave, i bie që projekti do të ndalet, nuk ndalet, kryeministri thotë rezultati sidoqë do të jetë pozitiv. Çështja ka një problem tjetër. E para herë duhet verifiku pronësia, sepse këtë është pronësi shtetërore. Pra duhet parë, nëse është pronësi shtetërore, sepse dihet gjithmonë kënetat në çdo zonë të Shqipërisë, në kod zogut, qoftë më përpara ka qenë prona shtetërore. Sepse edhe sot është rrit shfrytëzimi i zonave kënetore, por më përpara ka qenë e vështirë, sepse paguhet edhe taks për tokën, dhe kryesisht tokat bujqësore që kanë qenë vende të larta, ato kishin vlerë. Dhe këto nuk kanë pas një vlerë kush e di se çfarë, kanë qenë pronë shtetërore, se është kënet. Dhe pjesa më e madhe e tyre kanë qenë pronë shteti. Ka pasur çështje penale në lidhje me kalimin pronësi të privatëve të këtyre tokave shtetërore, dhe në zonën e Ranishtës ka pas vendime të tillë pronave për cilët ka qenë çështje edhe në hetim penal. Pra një detyrë e madhe e SPAK-ut që para se të shkojmë tek investimi, detyrë e parë është verifikimi i pronësisë. Pra Artur Shehu që janë bloku pronat sot, ai është më afër pronësisë se pretendon tokat e gjyshit vetë, të afër me vetë. Po këta tjerë që s'është asnjë nga Vlora, se të mitë patën ai nga Vlora është më afër. Të jetohet, pra ky që është nga Vlora, këtia kanë sekuestruar të tjerët, nuk e di hetimin se në çfarë fazë, se të mos ta paragjykojmë, por na rezulton që ke shumë prona të marra në këtë zonë. Tani, ku janë marrë, si janë marrë, sepse nëse është pronë shteti, atëherë hyn shteti si të marrë pjesën e vetë, për shembull bëhet resorti turistik, të marrë shteti, që nesër të prodhojë. Hyn si lloj investitori, po themi, shteti. Siç kanë hyrë këto privatët, njëjtat kushte. Unë nuk kam gjë me investitorin. Investitori të vazhdoj, por nëse është shtetit kjo pronë, është marrë me letra falso. Atëherë ti shteti. Pse mos ketë shteti pjesët, ti marrë këto parat shtetit, ti kalon shtetit. Po do të hyj privati, po thoni. Me këto shumë parash, domethënë bëhen rregullohen shkolla të reja, bëhen rrugë të reja, Vlora po shpopullohet një pjesë shumë e madhe e Shqipërisë, triten investimet nëpër qytete që të nxisin popullin të ri nëpër vende. Prandaj puna e parë është që kush janë pronarët e vërtet. Dhe pyetja tjetër, kush e mbron pronën e shtetit? Sepse këtu shohim pronën e shtetit shihet sikur me pas hasët. Pra shihet si pronë e hasëve si për me ja marr. Prandaj detyra e SPAK-ut është që ti verifikoj këtë çështje, ta verifikoj në raport dhe me çështjet e tjera penale që kanë qenë më përpara, rezulton që ka përgjime në cilat ka përgjime të ndryshme, të cilat dhe vetë zoti Dumani kur ka qenë pjesë e task force-s së Tiranës, ka djeni, ka pasur disa çështje për falsifikime të pronash në zonat ndryshme të territorit të Republikës së Shqipërisë, shohi kanë lidhje apo jo. Dhe shifet personat përfitues kanë qenë të interesuar më përpara apo jo. Sepse e theksoj Andi, pronat e shtetit janë pronat e gjithë popullit shqiptar. Pra nuk i takojnë një individi të caktuar, po i takojnë gjithëve. Ato që janë gjithë, ati që i takon. Në lidhje me ligjin 7501 është një ligj që tashmë dihen, është ligji që ka sjellë shumë pasoja të rënda në regjimin juridik të tokës në Shqipëri, sepse fillimisht marrëveshja politike ishte që ky personat që banonin në zonat e kooperativave bujqësore dhe kishe tokë,
që të mos ngeleshin pa punë, të kishin tokat, punonin tokat. Dhe ta kishin tokën në përdërim. Ç'u kuptojmë me përdërim? Që ta përdorësh tokën, të mjevësh, të marrësh të ardhur. Në vitin 95 u bë me ligj kalimi në pronësi, pra nga akti i përdorimit i 91, sepse shpesh referohen në mënyrë të gabuar, referohet në vitin 91. Viti 91 ishte marrja e tokës në posedim. Pra posedim ti e posedon. Gëzim e posedim. Tjetërstimi nuk e kishe. Kalimi pronës në pronësi 95, masaj këtu ka kriju probleme shumë të mëdha. Tani, ja ka dhënë pronën një personi tjetër që s'është, ka krijuar mbi vendosje me pronarët e vjetër, dhe kjo ka sjell përplasje dhe ky ligj në vitit 95 që kaloi në pronësi pronën, ka sjell shumë pasoja të rënda në lidhje me jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Ka ndodhur shumë konflikte pronësia, me drejt një qytetar është po në gjyshit, ka punu gjyshi im, e ka blet tokën me Napoleona. Jo të prit, do ta marri ky tjetër, sepse ky ka qenë antar i kooperativës bujqësore. Çfarë ka kjo? Ta mori, ka qenë brigadier. Ka qenë brigadier ose ka pas mbajt pamendën. Tani neve, pra këtu duke ligje që këtu nis ai deformimi. Duhet të kthehet prona pronare dhe nëse ka vend bosh, ta përdorësh, po është pronë pronarit. Dhe këtu në rastin konkret, nëse Artur Sheh ose njerëzit e tij, domethënë që të pararësit e tij e kanë pasur pronë për shkak të se kanë qenë të pasur në kohën që kanë qenë, ta morin. Por duhet të verifikohet e gjithë, sepse na rezulton që aty janë marrë sipërfaqe shumë të madhe tokë të bera, domethënë si duket sikur si e dyshim të kuptimi që është shitur, do është parë blerjet njëra mas tjetër, çmimet e tjera. Duhen parë me shumë vëmendje. Dhe tash në ndryshimi i ligjit në 2024. Po të veshre, çka kemi parë në media dhe çka kemi parë dhe në propozim, është bërë nga një grup deputetësh. Pra ligji për zonat e mbrojtura. Është bërë një ndryshim që të zonat e mbrojtura mund të ndërhyhet, sepse më përpara ka qenë kategorike në zonë mbrojtjes ti s'mund ndërhysh. Është bërë një ndryshim në vitin 2024 që mund bëhet në ndërtim, por duke pasur kujdes mjedisin dhe gjërat saj natyre. Dhe këto është bërë nga një grup deputetësh. Ndërkohë ky ndryshim do të ishte bërë nga Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Mjedisit është ajo që e njeh, pra si ndikohet në mjedis, prerja e pemëve, gjithë ekosistemi, sepse aty duhet një studim ku shkohet. Shkohet kodësh, ai për shembull, një kuriozitet, dunat e rërës duhen vite të formohen, sidomos rëra detare, pas aty janë duna rëre të krijuara në vite, në shekuj. Pra di me një eskavator shko me një eskavator prishi dunë që është bërë vite, nuk është prishën kot zogut, nuk është prishën kot turkut, nuk është prishën kot gjermanit dhe prishën sot i ditë bukur pse shkon ai me eskavator. Pra dhe personat që ndërhyjnë duhet të kenë njohuritë e duhura. Pra s'duhet një person eskavatorist i zakonshëm, por duhet i trajnuar nga një punojnë si mjedisit edhe kur ta kesh me projekt, aq më tepër që aty s'ka projekt fare, kjo është akoma më e rëndë. Shkoti i fut pret pemën aty sepse pemën sot mund provohen dhe me fotot satellitore, që ka hap rrugët, si e ke prej pemën. Se ato janë pemë natyrale të krijuara në vite. Prandaj këtu ka shumë probleme, pra mungesa e evidentimit të pronarëve. E dyta, kush e mbron pronën e shtetit, kush e mbron shteti. E treta, ndërhyrje pa projekt. Dhe e fundit pastaj e turpshme. Ndërhyrja e policisë private, çka ishin private, çka ishin, në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Kjo ishte e papranueshme, sepse policia private ka kompetencat e përcaktuara në ligj. Veprimet e policisë gjyqësore përcaktohen ligjin për policinë gjyqësore në kodin e procedurës penale. Dhe provat dhe çdo veprim tjetër procedura qoftë arrestimi, sepse arrestimi në të vetë është kufizim i lirisë. Ka drejt ta bëjë vetëm policia gjyqësore, që përbën oficerët e policisë gjyqësore dhe agentët e policisë gjyqësore që bëjnë arrestimin flagrant. Madje edhe qytetarët vetë kanë drejt bëjnë arrestimin flagrant kur kap një person që bën vjedhje ose ty diku në shtëpi e mban sa të vjedh policia, por duhet të kesh bërë një vepër penale. Pra ti bën një vepër penale, do të kap. Çfarë vepër penale bën ai që të rrogë zvarri? Po, protesto. Shumë bukur, po në shteti. Se një person shkote dhe ndje plazh, sot i vegarit, të ikë, dil, po ku dal, dil ku dush, të se nesër të dil, portin e zonit, këtë e zonë, ai robi i bi, ai personi i bi të ve një govat, shpi të latë në shpi, sepse detin ti po ja mersh, gjitha jo vi brejtetare. Dhe me drejt do protestoj, du të shkojnë plazh, ka drejt qytetarit të protestoj. Dhe ti, në një protest nuk mund të tërheqësh qytetarin zvarë.
Dhe edhe nuk i ke këto kompetencë, aq më tepër që u përdor Sprite, madje nga pamjet filmike u pa që Sprite u përhap dhe preku dhe një punonjës policie. Pra kush e ti që përdor Sprite? Pra dhuna duhet të jetë proporcionale pavarësisht se je dhe në funksion të objektit. Edhe tërheqja, shoqërimi, mbajtja aty. Aty janë punonjës të policisë, që ti nuk mund të bësh atributet policisë gjyqësore. Policia ndeti pak e fjetur aty Karanja, që reagoi edhe atëherë ku e morën këtë siguri këta? Kjo është pyetja e fundit. Ku e morën sigurinë këta për të që bëjnë këto gjona?